Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar ndjekës të emisionit ton të rregullt. Jemi me emisionin e ri nga seria emisione Fiton Ndershëm dhe ky është emisioni i 25 në të cilin do të flasim për një çështje që është shumë e rëndësishme, mirë po dhe është shumë e përhapur nëpër botë. Pothuajse nuk ka vend të botës që nuk është e përhapur kjo dukuri për cilën do të flasim, e që ka të bëjë me sigurimet, siguracionet e emërtime të ndryshme, të cilat e kanë një synim. Neve këtu na intereson përmbajtja e këtyre sigurimeve dhe pastaj dispozita sheriatike për këto sigurime në mënyrë që a lejohet apo nuk lejohet, a ban të futemi në to apo nuk ban të futemi në to, në mënyrë që të mos zhvillojmë aktivitet, mos bëjmë jetë haram. Ndërsa nëse është halal, atëherë i kemi durë të lira dhe mundemi me vepru sipas dëshirës. Fillimisht, për kufizimi i sigurimit, të cilin e për kufizim e përdorin në pjesë e dietarëve bashkëkohor, domethënë fukahave bashkëkohor, po edhe ata që nuk janë fetar, do thonë ekonomistat jo fetar, e definojnë sigurimin që si kontratë në mes të dy palëve, ku është siguruesi dhe i siguruari. Që siguruesi, këtë rast kompania, i ofron kompenzim të siguruarit kur i realizohet ndonjë rrezik i parapam në këtë kontratë. Dhe ky rrezik do të më qenë i mundshëm kundrejt një shume të caktuar të cilën e pagun i siguruari. Unë kemi siguruesin, ai që merr përsipër me siguru, edhe i siguruari ky që pagun një shumë të caktuar të parave, e cila shumë domethënë paguhet në periudha të caktuara kohore, që kur të realizohet ndonjëri prej rrezikeve që parashihet në kontratë, me ja kompenzu dëmet të cilat i shkakton ky rrezik ose këto rreziqe. Mirë, këtu në këtë definicion i kemi disa elemente të rëndësishme, edhe do t'i marrim një nga një për me i shjellu pak më tepër në mënyrë që me pas parasysh se me çfarë kemi të bëjmë. Do të thonë çfarë kontrate është kjo puna e sigurimit, do të thonë me çfarë kontrata të vjetra të shitblerjes mundet mu përputh dhe mundet mu ndërlidh në mënyrë që me pas më të lehtë me ia dhënë dispozitën sheriatike. Fillimisht thotë është kontratë detyruese, në të cilën siguruesi detyrohet, që do të thotë se është kontratë detyruese, nuk është kontratë që valla nëse mundemi ta shohim, nëse na i merr mendje, është detyrim. Domethënë, ai i cili merr përsipër me sigurum garanton. Edhe me këtë kontratë detyrohet me ja kompenzu dëmet e rreziqeve të cilat i parasheh kontrata. Pastaj një palë ndaj palës tjetër që nuk kupton se këtu është për qëllim siguruesi dhe i siguruar. Domethënë kemi të bëjmë me dy palë, me dy persona ose edhe me dy palë. Pastaj përdoret fjala kompenzim. Fjala kompenzim është shumë e sigurimit, e cila tregon se kontrata e sigurimit është kontratë këmbimi. Domethënë jep edhe merr. Nuk është që vetëm jep ose vetëm merr. Kjo është shumë rëndësi. Për arsye se na i definon më lehtë dispozitën sheriatike. Von kontrata e sigurimit, përderisa përmendet kompenzimin, do thotë ka dhënë diçka që në bazë të saj pastaj me ndodh kompenzimi që e marr. Jep marrje dhe dhënie. Pastaj përmendet fjala tjetër shumë parash. Shumë parash, domethënë është kompenzimi të cilin e merr personi i cili është i siguruar në rast se i realizohet ndonjë rrezik i parapam në kontratë, ndërsa rreziku që përmendet këtu në definicion përfshin çdo rrezik ose fenomen ose ndodhi që është e parapam në kontratë. Ky rrezik do të më qenë i mundshëm. Çka do thotë i mundshëm? Do thotë mundet me ndodh dhe mundet mos me ndodh. Nuk të parashihet kontrata të sigurimit me qenë një rrezik i cili ndodh sigurt, i ndodh gjithë persona, për arsye se kompanitë e sigurimit pastaj duhet me falimentu dhe duhet me mbyll. Mirë po, domethënë përderisa është i mundshëm, i ndodh dikujt si ndodh dikujt, ose në çdo 10 persona i ndodh njëonit, ose në çdo 100 i ndodh njëonit, pastaj mbulohet me pagesat që i bojnë këta tjerë. E përcaktuar në kontratë, domethënë kontrata e kufizon
shumën të cilën me cilën kompenzohet, shumën të cilën duhet me pagu ai që është në sigurim, dhe gjithashtu rreziqet parashihen edhe kontrollat, domethënë që ky sigurim e përfshin çet rrezik, edhe kështu duhet jenë të caktuara. Ndërsa fjala këst është për qëllim pagesën të cilën e bën ai që sigurohet. Domethënë çka më thonë shumë parashën e marr, nëse jam i siguruar unë e marr, nëse më ndodh ndonjë rrezik i parapam realizohet dhe pastaj dëmtona unë, mirë po këtë kompenzim dhe këtë shumë parashë e marr për çfarë arsye? E marr si rezultat i pagesave mujore ose vjetore, varësisht që jemi marrë vesh me kompaninë e sigurimit që i kombone. Edhe në bazë të kësaj që u përmendëm, kjo është përkufizimi të cilin e bojnë ekonomistat në mënyrë të përgjithshme që nuk ka shumë aromë islame ky përkufizim, mirë, por që ky është sigurimi që sot është i përhapur në botë dhe pothuajse në tërë botën edhe në shumicën e raste absolute që kjo është forma e sigurimit që ekziston edhe me cilin punohet. Pastaj kur jemi te sigurimi, gjithashtu do të kemi parasysh elementet. Domthonë çka bën pjesë në sigurim, domthonë kontratën e sigurimit kush e përbën. Edhe këtu e kemi tre elemente kryesor që e përbojnë kontratën e sigurimit. E para është rreziku. Patjetër se duhet me pas rrezik, domthonë për çka po sigurohesh? Për çka po e pagun sigurimin? Për arsye se janë disa rreziqe të cilat nëse realizohen, nëse më thonë zhvillohen ngjarjet sipas këtyre rreziqeve, atëherë unë mundem me u dëmtu. Ky rrezik pastaj përmendet zakonisht në kontratat e sigurimit që me qenë i mundshëm, do të që përmendëm më herët, mos me qenë që s'ndodh kurrë, ose i ndodh të gjithëve. Mirë po mund me qenë i mundshëm. Dikujt i ndodh, dikujt nuk i ndodh, ose ndodh në raste të rralla. Pastaj ky rrezik mos me ndodh me vullnetin e palët, domethënë qëllimisht mos më u dëmtu palët. Për shembull kur jemi te sigurimi i kerrave, mos me marr domethënë dy persona dhe tash me i dëmtu kerrat e tyre, domethënë me bë aksidentin qëllimisht edhe me u dëmtu. Për arsye se nëse zbulohet kështu, atëherë nuk e meriton kompenzimin e sigurimit. Gjithashtu me qenë rreziqe të cilat mbulohen, jo rreziqe të rralla që ndodhin shumë pak persona, një kategori shumë të vogël të njerëzve, të cilët pastaj interesimi i tyre për më u siguruar shumë i vogël dhe nuk mbijetojnë kompanitë e sigurimit këtë formë, ose mos me qenë rreziqe të cilat shkaktojnë humbje të mëdha e dëme të mëdha, sikurse termetet për shembull dhe vulkanet. Unë nuk e di për veti, po me sa kam ndije dhe sa kam të lexuar, nuk ka sigurime kundër termeteve ose kundër vulkaneve. Mundet me siguru dikush shtëpinë e vet, mirë, po me siguru me i siguru dëmet të cilat të shkakton termeti ose vulkani ose vërshimet e mëdha, këtu nuk ka kompani që i mbulon këtu për arsye se janë dëme shumë të mëdha. Kjo është elementi i parë, rreziku. Elementi i dytë është pagesa e shumës së sigurimit. Ata që e sigurojnë vetën, ose sigurojnë pasurinë, ose sigurojnë përgjegjësitë e punës që i kanë, e kanë një pagesë, një këst, ose një pagesë me rata, ose qysh e parashë kontrata në intervale kohore, her pas here, qoftë mujore, qoftë vjetore, qoftë sido që tjetë, e që kjo caktohet zakonisht mbi bazën e vlerësimeve që i bën kompania e sigurimeve. Për shembull, malli i cili sigurohet, sa mundet me kushtu nëse dëmtohet, pastaj me sa mundet me mbulu, pastaj personi sa është përqindja që mund të ekspozohet rrezikut e mund të ndodhë rreziku, e kështu me radhë, dhe në bazë të tyre vlerësimeve pastaj caktohet edhe shuma që duhet me pagu ai i cili don me u siguru. Dhe elementi i tretë është shuma e sigurimit ose kompenzimit, shumën që ta mbulon kompania e sigurimit, dhe shumica prej kompanive të sigurimit e kanë caktuar. Për shembull, me çet kës që e pagunte ose me çet pagesë që e ban sigurimin, kompania mundet me mbulu deri në 50.000 euro për shembull, ose 100.000 euro, ose varësisht se sa e kanë kulmin. Mirë, kur jemi tash te sigurimi, akoma jemi duke fol rreth përmbajtjes së sigurimit. Mirë që ta kuptojmë një herë se çka ka në brendi, që pastaj kur të themi se i lejum ose i ndalum ose duhet jeket që kjo të shtohet që kjo,
me pas parasysh se për çka po i themi i lejuar dhe për çka po i themi i ndaluar. Të mirat ose anët pozitive të sigurimit që unë të përmendën është ofrimi i sigurisë dhe i qetësisë. Njeriu kur e ka pasurinë e siguruar, kur e ka përgjegjësitë e siguruar, se ta do të kalojmë edhe te një lloj sigurimit që është sigurimi i përgjegjësive. Për shembull mjeku, nëse i ndodh ndonjë gabim ose inxhinierit e kështu me radhë, siguron përgjegjësitë e tina. Domthonjë që mos e marr përgjegjësi, po domën që shkakton me ambulu kompania e sigurimit. Kështu që ja jep një lloj komoditeti, ja jep një qetësie që edhe nëse i ndodh diçka, ka kush e kompenzon edhe ka forma që kompenzohet. Pastaj grumbullimi i kapitaleve dhe pasurive, domethënë që secili prej atyre që sigurohen ka një pjesë të vogël të pagesës që e van dikun, grumbullohet një fond i madh, bëhet një fond i madh, pastaj mundësia që me investu me atë fond dhe me zhvillu vendin ekonomikisht. Gjithashtu kemi edhe pastaj zhvillimin ekonomik, prodhimin, varësisht domethënë kompanitë e sigurimeve se si investojnë me fitimet e tyre që i vojnë, mirë po mundësi e madhe për me investu dhe për me zhvillu vendin është, sepse domethënë në një vend mlidhet një shifra madhe e parave që pastaj mu investu mundet më zhvillu. Këto janë disa prej përparësive ose anë pozitive. Mirë po i kemi edhe anë negative të sigurimit. Nuk është sigurimi gjithçka bardhë, sikurse nuk është gjithçka zi. Mirë po prap ke qysh ke bardh apo ke zi, pat më shumë efekte negative apo më shumë efekte pozitive, prap duhet më ju nënshtru rregullave të përgjithshme të ekonomisë islame. Prej mangësive është humbje ekonomike për shumë të siguruar. Për shembull, dikujt nuk i ndodh aksident gjatë gjithë jetës. Sa e ka siguru kerrin për çdo vjet, si ka ndodhur aksident kur s'ka marr kurfar kompenzimi. Që do thotë se ky e ka një humbje. Ka bëu pagesa vazhdimisht, ndërsa s'ka marr kompenzim asnjëherë, ose ai tjetri që ka sigurim shëndetësor, ose ai tjetri sigurim të pasurisë, ose ai tjetri sigurim të përgjegjësisë e kështu me radhë. Pastaj gjithashtu dalja e kapitalit jashtë vendit. Zakonisht kompanitë e sigurimeve janë të lidhura me kompani tjera ndërkombëtare të mëdha të sigurimit që paraja e mbledhur qarkullon përmes tyre ose investohet jashtë vendit ose në këtë formë domthonë është mundësia që me dalë jashtë vendit paraja e madhe është shumë e madhe. Pastaj përqendrimi i pasurisë në dorë të disa personave. Kompania e sigurimeve, qofshin aksionar, qoftë një person, thonë në pasurinë e mbledh aty prej atyre që sigurohen edhe grumbullohet pastaj paraja në një vend në dorën e dikujt. Edhe nuk është e shpërndame në popull. Gjithashtu sigurimi i jep mundësi edhe nga njëherë edhe i trimëron ata që janë të siguruar që me manipuluar me sigurim. Sikurse dëmtimet e qëllimshme ose aksidentet e qëllimshme që ndodhin, ndonjëherë që me marr kompenzimin ose me arrit deri te parja përmes kompenzimit. Pastaj zakonisht përfitojnë të pasurit te çështja e sigurimit, përderisa të varfrit pak përfitojnë. Pastaj dobësimi i lidhjeve kanë përmend edhe këto dietarët, dobësimi i lidhjeve farefisnore familjare, sepse secili është i siguruar, nuk është pastaj që e ndin veten të varur ose në nevojë për farefisin, për të afërmit e vet, sepse është i pavarur. Çado që më ndodh, unë kam sigurimin edhe, kështu që e fiton një farë pavarësie edhe kjo mundet me ndodh që pastaj mos bëj edhe muftof raportet familjare, sepse unë nuk kam ndonjë interes për tyre, domethënë nuk është që pres më ndihmu ose më ndal ndihmë kur të kam ndonjë rrezik, sepse unë i kam këto të siguruar. Gjithashtu e kanë përmendur edhe një element tjetër dietarët, që është më rëndësitë e sigurimit kur jemi, është se çështja e sigurimeve e zbej mbështetjen në Allahun e Lartësuar. Shumë prej njerëzve që i sigurojnë pasuritë e tyre, i sigurojnë veturët, i sigurojnë përgjegjësitë, harrojnë me mbështet në Allahun që duhet. Edhe del me makinën e vet. Thonë nuk e ka shumë problem pse nuk i përmbahet shumë rregullat komunikacionit, sepse ndodhi çka ndodhi, kam sigurimin unë. E ke sigurimin, po duhet më mbështet Allahu të Lartësuar. Para se me të shku mendja të sigurimi, besimtari s'do të marrë që më mbështet në Allahun e Lartësuar, edhe kur del prej shtëpisë, edhe në pasurinë e vet, edhe në përgjegjësinë e vet, edhe në familjen e vet, edhe në gjithçka. Mbështetja në Allahun para së gjithash. Edhe me i kërku Allahut që më na ndihmu, më na i rujt gjitha këto, pastaj vijnë këto tjerat që janë të çështjes materiale.
Kur jemi te sigurimi, on dihet që është çështje bashkëkohore. Domthonë është çështje e këtyre viteve të fundit, sidomos këtë kohën ku po jetojmë në shpërhapur më të madhe, pothuajse nuk ka pasuri ose nuk ka diçka që rrezikohet më u dëmtu ose më u humb ose më u vjedh ose më asgjë, vetëm se sigurohet. Mirë po, kur jemi te historiku i sigurimit, e kanë përmend historianët, ata që mirën me historinë e këtyre çështje po dhe të fekut. E kanë përmend që si fenomen ka ekzistuar dikon ka shekulli 14 në Itali. Në Italinë e Sudit, që kanë filluar me i siguru anijet nga rreziqi, sepse anijet rrezikohen më tepër, përplasje me dikan, fundosja, pastaj probleme të tjera të cilat munden me u shfaqte anijet, edhe kanë filluar me i siguru anijet e tyre. Domthonë e bëni pagesti, edhe përballë kësaj pagese na ta sigurojmë anijen që e ke, që nëse do diçka ose ta riparojmë ose ta rregullojmë ose ta kompenzojmë. Mirë, pastaj filloi mu përhap sigurimi më tepër tek detarët që peshkonin edhe punën e tyre kishin me anijet në brigjet e Amerikës, pastaj edhe në brigjet e Evropës e kështu me radhë. Ndërsa në fekun islam ose tek fukahat islam, i pari ndoshta që ka fol për sigurimin është dietari Ibn Abidin, në një nga juristët dhe fukahat e mëdhej të mëdhëbit Hanefi, që ka fol për çështjen e sigurimit. Dhe është e njohur fatvaja e tij që e ndalon sigurimin detar. Domthonë ky sigurim që tham se ka zona fillën e tij në Italinë e hershme, edhe ka filluar u përhap pastaj edhe te detarët musliman, që me i siguruan njët e tyre. Sikur se sot që kemi sigurimin e makinave, domethënë e nxjerr anijen në punë, ose peshkon me ta, lëndron me ta, bart me ta, varësisht se çka punon, paraprakisht e bën sigurimin. E ky sigurim kur ka filluar u përhap edhe te detarët musliman, i pari që ka dhënë fetva, edhe që daton si e shkruame, fetvaja e tij është Ibn Abidini, Allahu i mëshiroft, njëri nga fukahat e mëdhëbit Hanefi, që në mënyrë të prejme thotë nuk lejohet kjo formë. Nuk lejohet kjo formë që me siguru anijet në këtë formë. Pastaj kadal po futemi edhe më thellë në thelbin e sigurimit dhe do të flasim për llojet e sigurimit, pastaj dispozitën për secilin lloj të sigurimit. Mirë po, për pak çaste shkëputemi për të kthyer me pjesën e dytë të emisionit. Të nderuar shikues, jemi kthyer me pjesën e dytë të emisionit, ku jemi duke folur rreth sigurimeve në peshojën e shariatit. E përmendëm historikun e sigurimit, pastaj e përmendëm shumë çka rreth përbërjes së kontratës së sigurimit dhe kemi arritur deri te pika që i përmend llojet e sigurimit. Pastaj secili lloj dallon nga tjetri dhe normal që edhe në bazë të specifika dhe karakteristikave që i ka, pastaj edhe e merr dispozitën shariatike. Dhe kur jemi te llojet e sigurimit në përgjithësi, fukahat islam, dietarët islam e kanë dhënë sigurimin në 3 lloje kryesore. Pastaj secili lloj ka 9 llojet e tij. Lloji i parë është sigurimi komercial ose sigurimi për përfitime, sigurimi që synohet me arrit të fitime, që është sigurimi i përhapur sot në tërë botën dhe shumica e sigurimeve funksionojnë në këtë formë. Edhe sot e kemi në sigurimin e makinave, pastaj sigurimin shëndetësor që ekziston aty këtu ose pritet me u bë i detyrueshëm me ligj, e kështu me radhë, domethënë që ky është sigurimi komercial. Lloji i dytë është sigurimi shoqëror. Sigurimi shoqëror kemi për qëllim që ka të bëjë me palën, me personin, me individin edhe me shtetin. Përderisa i pari ka të bëjë me palën edhe kompaninë e sigurimit që nuk është shtet, thjesht është person juridik, që është kompani private. Ndërsa sigurimi shoqëror është sigurimi që lidhet ose që është mes individëve dhe shtetit. Domethënë varësisht se cilit mekanizëm të shtetit lidhet mirë, po domethënë njëna palë këtu është shteti. Dhe lloji i tretë i sigurimit është sigurimi islam, që është i njoftun, sigurimi reciprok ose bashkëpunues. E ky i tretë nuk ka shumë çka diskutohet rreth tij, për arsye se pothuajse të gjithë dietarët unanimisht e kanë lejuar, vetëm se na duhet me pasë çysh funksionon. Po paraprakisht
themi se sigurimi komercial ose sigurimi tregtar i ka disa nënloje. Kjo është lloji i madh, pastaj i ka disa nënloje. Sigurimi i pronave për shembull. Një ofritin është sigurimi i pronave ku më thonë ai i cili e siguron pronën e vet, lidh kontratë me kompaninë e sigurimeve që në rast të realizimit të rreziqeve, të cilat e kërcënojnë pronën ose pasurinë e tij, atëherë me kompenzu, mirë po ky kompenzim duhet me ardhë përballë pagesës që bëhet nga ai që sigurohet. Këto hynë, domethënë kjo është shumë i përhapur, për arsye se këtu hynë edhe pronat e shtetit, edhe asejtet shtetërore, hynë në sigurim, pastaj kompanitë e mëdha, pastaj organizatat e ndryshme, po dhe individët. Për ta është më i përhapuri si formë e sigurimit. Kemi sigurimin e personave. E ky është, më thonë, sigurimi përballë rreziqeve të cilat e kërcënojnë trupin ose shëndetin e personit. E që është sigurimi i jetës për shembull, sigurimi në aksidente, sigurimi kundër sëmundjeve, sigurimi i pleqërisë ose moshës së tyre. Domethënë gjitha këto janë forma të sigurimit të personave. Domethënë ku personi pagun këste të rregullta që përballë këtyre kësteve me e gëzu kompenzimin në rast se i ndodh diçka në trupin e tij dhe shëndetin e tij, të më qoftë sigurimin jetësor, qoftë të aksidenteve, qoftë të plagëve që mundet me i marrë, pastaj sëmundje, pleqërisë, ose mosha e thyrë, ose domethënë nëse i ndodh që mu pa aftësu për punë. Akoma nuk kam rrinë në moshën e pensionimit, mirë po s'ka mundësi me punu. Gjithashtu formë tjetër e sigurimit komercial është sigurimi i përgjegjësisë, ato që e përmendëm më herët, po dham vetëm sinjal. Sot shumica e punëve që kryhen ose edhe profesione kanë përgjegjësi, edhe duhet me mbajt përgjegjësi personat të cilët e kryejn punët e tyre. Nëse janë profesionalista, domethënë mjeku në profesionin e vet, pastaj inxhinieri në profesionin e vet, arsimtari në profesionin e vet, e kështu me radhë sesi në profesionin e vet, janë të aftë edhe e bojnë punën me ndërgjegje, atëherë nuk nëse ju ndodh diçka ndonjë dëm prej tyre, më thonë nuk kanë përgjegjësi për arsye se kjo është ajo mundësia e tyre dhe nuk ka mundësi me kryer më mirë. Sepse nëse i thuhet mjekut që çdo që ndodh, domethënë çfarë do efekti që është negativ, që mundet me ardhur si rezultat i mjekimit ose operacionit që e ban, ti garanton edhe që mos ka mjek që e merr përsipër mjekimin pastaj. Mirë, po përderisa është i ndërgjegjshëm mjeku, është profesionalist, është i thirrur, është i ndërgjegjshëm, edhe e kryen punën me ndërgjegje dhe me përkushtim, atëherë edhe nëse ndodh ndonjë gabim ose ndodh diçka e papritur, jo e mirë, mjeku në këtë rast nuk merr përgjegjësi. Mirë po, ja që domethënë është shfaq tash edhe sigurimi përballë përgjegjësisë. Domethënë mjekut i thuhet, nëse e pagun sigurimin, na e marrëm përsipër që gjithçka që ndodh gabim prej teje, na e kompenzojmë. Kështu i thuhet inxhinierit, kështu i thuhet edhe personave të tjerë të cilët bartin përgjegjësi. Edhe shoferit, edhe shoferit të kerrit, shoferit, avionat, anijeve. Domethënë sigurimi i kerrëve nuk është diçka tjetër, pos që i thuhet pronarit kerrit që nëse të ndodh të ndonjë aksident, gabimin që e bënte në komunikacion ose në aksident, na e morëm përsipër dhe e kryjm pagesën edhe e bëjmë kompensimin. Thjesht përgjegjësinë e morëm na, përgjegjësinë e gabimit e merr kompania e sigurimeve. Kjo mund të gjitha këto tri llojet ose tri kategoritë e llojit të parë të sigurimit komercial i kanë anët e errta dhe anët negative dhe problemet që shfaqen, sepse nëse i thuhet këtyre personave, domethënë shoferit në këtë rast, pilotit ose marinarit, ose i thuhet mjekut, ose i thuhet inxhinierit, që edhe nëse të ndodh ndonjë gabim, na e morëm përsipër. Çdo që të ndodh, na e morëm përsipër me bë pagesën dhe me bë kompenzimin, vetëm se ti e pagun sigurimin, atëherë ka mundësi që kjo me shkaktuar neglizhencë. Ka mundësi që këta persona dikush prej tyre mu bë i papërgjeshëm edhe
mos me e bë punën vetë me përkushtim. Për arsye se ndodhi çka ndodhi, ashtu kam e pagu tjetër kush, nuk e pagu unë. Unë s'marr përgjegjësinë për këtë punë. Edhe sot, më thonë fjala më e ronë për atë i cili shkon te mjeku, për shembull mu mjeku dhe është kur e dëgjon mjekun i thotë unë s'marr përgjegjësi. Ndërsa mjeku lirohet me ta. Në këtë formë mundet që dikush me neglizhu punën e vetë, mos me bë me nder, mos me bë me përkushtim, edhe ndodhi çka ndodhi, unë jam i siguruar. Sikurse shoferi i kerrit. Domethënë me qenë i pakujdesshëm në komunikacion, ndodhi çka ndodhi, unë jam i siguruar. Edhe një pjesë e madhe aksidenteve po ndodhin si rezultat i kësaj. Ndërsa harron ky që mundet me i kushtu me jetë. Thonë nuk është më problem atë kompenzohet, dëmi as kompenzohet, atë mbulohet gabimi që e ke bërë apo jo nga kompania e sigurimit. Do mundet me të kushtu me jetë, sa jeta po humbin sot në komunikacion. Pse? Arsye se unë kam kerrin e siguruar dhe çka do të ndodhë paguën dikush tjetër se paguën për xhepin tim. Domthonë kjo është ajo logjika që pastaj e zbej për kujdesin edhe e zbej ndërgjegjen e shoferave dhe pastaj ndodh ajo që po ndodhet po shumë sot, ato që po shohim fatkeqësisht, edhe do thonë më shumë kemi vdekje në komunikacion këtë periudhën e fundit sesa që ka vdekje nëpër luftra të ndryshme, botërat luftës fatkeqësisht. Domthonë ky është sigurimi komercial. Pastaj lloji i dytë i sigurimit, thamë është sigurimi shoqëror të cilin e bën shteti ose organizon shteti edhe e mbikëqyr shteti. Edhe pol këtu është shteti. Ky është sigurimi shëndetësor që afron shteti punonjësve vet. Pastaj trusti pensional gjithashtu. Sigurimi tjetër që në rast të ndonjë aksidenti ose kur e humb mundësinë për me punu, që me e kompenzu. Mirë, ky lloj sigurimit çish funksionon? Domthonë punëtorët e sektoreve të ndryshëm e paguajnë një shumë caktuar. Edhe kjo shumë pastaj mblidhet edhe nëse i ndodh dikujt varësisht se për shkafit është siguru qoftë në sigurim shëndetësor, qoftë sigurim pensional, qoftë sigurim të aksidenteve në punë, pjesën tjetër e mbulon shteti. Dhe në këtë rast, shumica e dietarëve bashkohor, fuqahave islam, thënë se në këtë formë shteti në një farë mënyrë është bamerës. Domethënë thjesht jemi tu e bëni fond të përbashkët, punëtorët dhe shteti, që pastaj mu mjeku, pastaj mu kompenzu ose dhe pensionimi me arë prej këtyre sigurimeve që një pjesë është e punëtore, pjesa tjetër është e shtetit, edhe më tepër është formë e bamirësisë, që i përgjigjet formës së bamirësisë. Dhe si e tillë, nuk është qëllim që me fitu ose me tregtu ose me fitu përmes kësaj forme të sigurimit, po thjesht me ja ofru një komoditet punëtorëve të vetë shteti, qoftë nëse lëndohen, qoftë nëse smurën, qoftë kur dalin pension, edhe si i tillë shumica dërmuese e dietarëve thënë se kjo formë e sigurimit është e lejuar, nuk është problem. Edhe nuk është problem me ekonominë, nuk bie ndesh me rregullat e ekonomisë islame, për arsye se edhe pse personi punëtori në këtë rast, i cili e pagun sigurimin, edhe nuk e din sa ka me marr, a ka me marr çaq, a ka me marr më shumë, a ka me marr më pak, thjesht këtu më tepër i ngjojnë që kjo është domosdoshmë forma e sigurimit më tepër i ngjan formës vullnetare, bashkarisht e kemi bërë fondin e përbashkët, punëtorët, sindikata e punëtorëve, edhe shteti ose ministria e përkatëse në cilën punojnë punëtorët, në mënyrë që mu kompenzu pastaj. Ndërsa trusti pensional ai është edhe më i qartë, sepse personi i cili participon në trustin pensional, pastaj në kohën e pensionimit i merr këtu sigurime që i ka pas, që i ka bë, kursime që i ka bë, gjithashtu edhe shteti në këtë rast e ja jep edhe një pjesë tjetër që konsiderohet si lloj bamirësie ose si lloj ndihmese, që krejt kjo është ngrit mbi bazën e bashkëpunimit edhe ndihmimit të njëri tjetrit në raste të rrezikut. Pastaj e kemi sigurimin reciprok ose sigurimin sheriatik, që është i njohur, ku banorët e një vendi, banorët e një qyteti ose punëtorët e një sektori, çfarë dëshirojnë ata, mirën vesh, dakordohen edhe e bojnë një standakt përbashkët në të cilin participojnë me shuma të caktuara që pastaj prej tyre mu kompenzu për dëmet që i bojnë. Edhe kjo bëhet mbi parimin e bamirësisë edhe jo mbi logjikën e fitimit.
Domthonjë që me fitu edhe mu pasuru përmes këtij sigurimi, po thjesht participojmë që me bëni fond përbashkët, pastaj mu kompenzu prej tyre atij që i realizohen ndonjë prej rreziqeve që janë të parapamë gjithashtu në rregulluar e cila e rregullon këtë. Mirë, ky domethënë fetarisht nuk ka problem, është i lejuar, e ka dhe shpjegimin e vet, po ta shohim gjykimin e shariatit mbi sigurimin komercial, që është mbi bazën ose logjikën e fitimit, që domethënë është ngrit ky lloj ky sistemi i sigurimit që me fitu dikush, apo mu pasuru dikush, dhe pastaj e bëjmë krahasimin mes sigurimit komercial dhe sigurimit bashkëpunues ose taawuni, dhe i shohim ku janë dallimet mes tyre, sepse dikush mund të më thonë janë të njëjtë. Edhe këta sigurimin komercial i paguajnë këstët edhe e bojnë një fond përbashkët, edhe këta mbi bazën e bashkëpunimit edhe në sigurimin taawuni e bojnë një fond përbashkët, ata kompenzohen, këta kompenzohen, mirë, po nuk është kaq e thjeshtë. Sa i përket sigurimit komercial, dietarët bashkëkohor në parim i kanë dy mendime, edhe pse njëri mendim është i shumicës ndërmuese, madje edhe i shumicës së akademive të fekut edhe komisione për fetva, e që e ndalojnë. Pjesa ndërmuese dietarë bashkëkohor edhe akademive të fekut që mirë me fek, edhe komisioneve për fetva, komisioneve për hulumtime, qendrave të ndryshme në përbotën islame, pranë universiteteve të ndryshme, pothuajse e ndalojnë për shumë arsye. Arsyeja e parë, thënë se kontrata e sigurimit përmban pasiguri, garar. Përmban dom. Pse? Sepse nuk din sa ke me dhon, edhe nuk din sa ke me marr. Mundesh me pagu tërë jetën, edhe s'merr kompenzim kurse s'ke nevojë. Mundesh me pagu një herë, dy herë, edhe me marr kompenzim sa me pas pagu me pas bë pagesën e sigurimit 20 herë ose 30 herë. Që do thotë se, nuk din sa ke me dhon, edhe nuk din sa ke me marr. Bënë ki jep edhe s'merr, bënë ki merr edhe jep pak, më thonë, gjitha këtu janë të mundshme, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndaluar nga shitja ose nga kontratat të cilat ka dome në to, ka dëmtime edhe kanë përfundim të panjohur, sikurse puna e sigurimit. Gjithashtu, arsye tjetër e ndalimit është arsyeja e kamatës. Kështu e kanë përmend ata dietarë se zëndë. Mirë, qysh ndodh kamatat e sigurimi? Thënë se kamata ndodh të sigurimi me dy format e saj. Edhe kamata për shkak të tepricës, edhe kamata për shkak të vonesës. Sepse, domethënë këstet që i jep ti, këtu këste jipen përballë një kompenzimit që pret me marr kur ti vjen rani nëse ndodhin rreziqet. E tash, domethënë ti jep një shumë caktuar, e merr një shumë caktuar. Kjo shumë mund të më kon më e vogël, mund të më kon më e madhe se sa kompenzimi që e merr. Që do të thotë se është ndrym i parës me parë dhe nuk është në formë të barabartë. Kështu thënë këta dietar, edhe konsiderohet kamat për shkak të, domethënë të pricës ose shtesës që njëna palë ose njëna anë është më e madhe se sa tjetra. Gjithashtu kamata për shkak të vonesës është se, domethënë, edhe nëse i merr po llogarisim që i merr parët, kompenzimin e merr çfarë sa ke pagu. Domethënë ke pagu 10 herë sigurim, edhe ky sigurim arrin shumën e 1500 euro, të llogarisim. Në llogaritje të kështu, domethënë thjesht. Pastaj merr kompenzimin 1500 euro, mirë. Ke marr çfarë sa ke dhënë? Mirë, po ke marr me vonesë. Domethënë i ke dhënë 1500, i ke marr 1500 me vonë, domethënë është ndrym i parës me parë, jo dorës, që para do të mundrun dorës, kështu thonë. Këta dietar. Pastaj arsyeja e tretë është se kontrata e sigurimit është një lloj bigjosi. Është një lloj bigjosi ose bosti, ose spaku ka elemente. Çfarë do të thotë? Domthon bigjoz, kur lum bigjoz, edhe kur lum lërat fatit, njerëzit kur lum, domthon hyn me një shumë caktuar, edhe mundësia me humb ata krejt është evidente, po mundësia me fitu shumë më shumë se sa që ka hyrë me to, gjithashtu është evidente. Që do të thotë se puna e bigjozit edhe e bastit, kur kufizohet nga dietarët, nga fuqahat islam, thënë është kur rrezikon, kur hyn me pasuri edhe rrezikon me humb
ose rrezikon, ose me fitu. Domthonë ose humb ose fiton. Normal pa u lodhësh fjala, domthonë nuk është këtu për qëllim tregtia. Edhe këtu te sigurimi. Domthonë ndodh që pagun edhe në fund s'merr kompenzimi, po ndodh që këstin e parë që e pagun ose herën e parë që e pagun sigurimin merr kompenzim në shumë të madhe. Gjithashtu prej arsyeve kanë përmend që është edhe bërgj me bërgj, domthonë unë jap sikurse jap kompanisë së sigurimit parë bërgj, që pastaj jam më kthyni bërgj mua kur të ndodh ndonjë problem. Ndërsa ata të cilët e lejojnë, e që janë të pakt, shumë janë të pakt. Mirë po, domthonë ka edhe të tillë, domthonë prej fukahave që janë të respektuar, madje janë të kompletuar si dietar, po që e kanë qëndrimin e tyre edhe e kanë shpjegimin e tyre, thënë se sigurimi lejohet për shkak se nuk është që ndërlidhet me kamat me diçka, po është kontratë e re, që duhet të trajtohet sipas kohës dhe si kontratë e re me elementet që i përmban. Edhe e përgjasojnë për shembull me dijen e vrasjes. Domthonë dija është shpagimi i vrasjes. Edhe sipas rregullave të shariatit islam është se nëse dikush e vret dikan gabimisht, pa qëllim, atëherë nëse familja e të vramit kërkojnë shpagimin e gjakut, në këtë rast familjarët e këtij që i ka ndodhur vrasja, domthonë pa dashje, pa qëllim, familjarët, ata që trashëgojnë të afërmit duhet me mbledh shumën që pastaj me e kompenzu vrasjen. Edhe kështu domthonë këta që e lejojnë e përmendën, sikurse domthonë njerëzit, domthonë këta që janë në të njëjtën kompani që sigurohen, e mbledhin do shumë të caktuar që kur t'i ndodh dikujt diçka, një aksident ose një problem ose një dëm me ja kompenzu. Gjithashtu e përdorin edhe si argument një çështje ose një mesele që është përmend të kaluamën, që i thojnë si garancioni i rrugëve. Kur dikush ka dash dikan me fut në rrugë, i ka thonë hin çet rrugë. Nëse të ndodh diçka, nëse të plaçkit dikush ose ndodh diçka, unë ta paguaj. Është përmend si mesele kjo, mirë po edhe me këto dallën sigurimi. Janë edhe disa argumente që i kanë përdorur, mirë po që tu pari sillin domthonë logjika e lejimit ose atyre që lejojnë është se kjo është akt i ri, është kontratë e re, nuk lidhet me kontratat e vjetra, edhe domthonë thjesht janë dy palët që bëhet me pëlqimin e tyre, njëna palë i kryen detyrimet që i ka ndaj kompanisë sigurimit, pastaj kompania e sigurimit i kryen detyrimet që i ka ndaj klientëve kur t'i vjen rënë ose kur të përmbushen kushtet dhe domthonë të ngjashme argumente logjike të cilat sillen rreth kësaj pike. Mirë po e vërteta është se të gjitha këto argumente të atyre që lejojnë, edhe pse janë pakicë, po që të atyre që lejojnë është se nuk qëndrojnë si argumente. Nuk janë të forta, nuk janë krahasime të forta, sepse edhe shpagimi i dijes, domthonë vrasjes së pafajshme, edhe garantimi për rrugën që don me ndjek dikush ose me kalon ta, të gjitha këto janë të ngritura mbi bazën e bashkëpunimit. Jo mbi bazën e fitimit, po të bashkëpunimit, ndihmimit në punë të mira dhe në të vështirësi. Mirë, atëherë në bazë të kësaj që o përmend, dhe në bazë të argumenteve të përgjithshme, edhe që shumica e dietarëve thamë që e ndalojnë këtë lloj të sigurimit, sigurimi komercial, pastaj edhe akademitë e fekut, pastaj edhe komisionet për fetfate të ndryshme në përbotën islame, mund të themi se sigurimi komercial ndalohet. Shariatikisht është i ndaluar. Dhe shkaku kryesor ose problemi kryesor të sigurimi është se sigurimi i ngjan shumë lërave të fatit, bigjozit, basit e kështu me radhë. Edhe ato argumente tjera që i përmendu mirë, po me këta domthonë përgjithësohet më tepër, ndërsa të gjithë dietarët unanimisht e përmendin që bigjozi është i ndaluar. Mirë. Përderisa themi i ndaluar, atëra kemi zaventësema, kemi opsion tjetër, kemi opsionin e sigurimit islam ose sigurimin taawuni bashkëpunues që është. E që dallimi mes sigurimit islam shariatik edhe sigurimit komercial është në pikat vijuese. E para sa i përket qëllimit. Qëllimi i sigurimit islam është që me bashkëpunu me zvete, me ndihmu një tjetrit, mbi parimin edhe mbi bazën e bëmirësisë. Domethënë thjesht me i bë mirë dikujt. Unë jam pjesëtar, unë jam antar i një grupit ku me mbledhim një fond caktuar, mirë po thjesht unë vaj këto me vullnet. Unë ndodhem se kam dert për arsye se qëllimi është që me ndihmu tjerë. Përderisa
Te sigurimi komercial synimi është e fitimit. Domthonë kompanitë e sigurimeve nuk janë ngrit vetëm se duhen me fitu dhe nëse s'kan fitim edhe nuk punojnë. Argumenti më i qartë për këto është se domthonë për rreziqet të cilat nuk sjellin fitim nuk sigurohen. Domthonë nuk të ofron sigurim për to. Pastaj pronësia e fitimit. Domthonë te sigurimi islam, nëse ndodh që personat të cilët e kanë themelu arkën e përbashkët ose fondin e përbashkët, edhe nuk i ka ndodhur aksident askujt, edhe ka fitim. Atëherë kjo është pronë e çatyre që kanë participuar. Ndërsa te sigurimi komercial, fitimi që ka mbetet në fund vitit ose kur i kanë llogarit, i mbetet kompanisë ose personit ose individit që ka siguruar. Këta që kanë siguruar, këta nuk ju kthehet asgjë. Pastaj mbulimi i deficitit. Te sigurimi islam ose taawuni, nëse ka deficit, qysh mbulohet prej antarëve të sigurimit. Për shembull thuhet që fondi që e kemi themelu është harxhu. Kemi nevojë me shtu, u kry shtojnë, participojnë për arsye se edhe ashtu participimi është mbi bazën e bëmirësisë edhe me ndihmën e tjetrin në punë të mira. Ndërsa deficiti që mund të mushfosh te kompania e sigurimit e bart. Këto edhe nuk ju lyp pastaj shtesë sigurim. Mundet me rrit sigurimin ose koston e sigurimit për vitin e ardhshëm, mirë, por nuk e kërkon diçka shtesë. Gjithashtu menaxhimi i fondit të sigurimit, te sigurimi islam ose te sigurimi komercial. Te sigurimi islam, fondi edhe menaxhimi i tij kthehet vet participuesve. Ose nëse këta e caktojnë dikon i cili merr rrogë, mirë, po e menaxhon investanton. Gjitha fitimet, gjitha investimet që vijnë, prapë ju kthehen participuesve ose klientëve. Përderisa te sigurimi komercial, menaxhimin edhe investimin eventual ti e bën kompania e sigurimeve dhe të gjitha i merr ai. Gjithashtu, edhe nga natyra e kontratës, kontrata e sigurimit islam është kontratë vullnetare, ndërsa kontrata e sigurimit tregtar ose komercial është kontratë mbi bazën e këmbimit. Domthonë ti jep sepse keme marrë. Domthonë ky është dallimi mes dy formave të sigurimit, sigurimi komercial dhe sigurimi islam. Pastaj nëse ndodh me u shpërbë kompania e sigurimit. Kompania e sigurimit islam edhe kompania e sigurimit komercial. Nëse, përfundon afati ose mirën vesh klientët që me shpërbë kompaninë e sigurimit, atëherë të gjitha fondet që janë aty i kthehen kontribuese, i kthehen atyre që kanë participuar. Ndërsa nëse shpërbëhet kompania e sigurimit komercial, çka ka prej fondeve, çka ka prej fitimeve e investimeve, i mbesën kompanisë edhe participuesit, edhe ata që e kanë siguruar veten s'kan kur farhisën atë. Mirë. Kur jemi te sigurimi edhe një element që duam e përmend edhe po e përmbyllim, është se sigurimi është dy forma sa i përket detyrimit edhe mos detyrimit. Kemi sigurim të detyruar edhe kemi sigurim vullnetar. Nëse është sigurimi detyruar, atëherë jemi të detyruar edhe këtu e bojmë edhe hyjmë në këtë sigurim duke e ndi vetën të detyruar që sikur të mos isha i detyruar nuk i kisha dhënë. Ky është domosdoshmë sigurimi i kerrave që kemi sot. Pastaj e kemi sigurinë e tregtisë që shumë tregtar për me bë tregtime jashtë i duhet sigurimi i mallit. Në shumë vende e kemi sigurimin shëndetësor që pritet të mbodhet këtu te na, por është sigurimi i detyruar. Na s'po flasim për këtë. Për arsye se jemi dy detyruar, domethënë thjesht për me bë jetën duhet me hyjna për këtë sigurim. Pastaj sigurimin vullnetar, këtu është për qëllim, domethënë, që nëse është sigurim vullnetar, domethënë sigurim i lirë, me sipas dëshirës, nëse don hyn, nëse s'don hyn, edhe është sigurim komercial, tregtar s'bën me. Për arsye se tham që është haram. Mirë, nëse nuk është obligativ. Mirë po, mos pjesëmarrja në këtë sigurim pastaj shkakton tellashe dhe probleme të mëdha njerëzve, sikurse sigurimi shëndetësor ose sigurimi tregtar. Për shembull, smundjet e mëdha e rana që kanë kosto të lartë shumë ose shërbimin të cilin e marrin falas nga që afron shteti është shumë i thjeshtë, nuk ka kurfar për kujdesje, ndërsa trajtimin që e marrin në mjekimin privat është shumë i shtrejtë, edhe smundja është që ka kosto të lartë, atëherë në këtë rast mundemi mi thonë personave të caktuar që hynë në sigurim, mirë po kjo fetva edhe kjo shpjegim është për individa të caktuar, jo në mënyrë të përgjithshme. Ose tregtarët. Për
shembull tregtarët të cilët dojnë me sjell mallra të halal, mallra të shëndosh, të dobishëm, të cilat i duhen popullit, edhe nuk ka mundësi me zhvillu këtë tregti vetëm se përmes sigurimeve, atëherë i themi që edhe kjo gati thujase i ngjan sigurimit të detyruar. Domethënë smuj me bë tregtiune, po nuk e paguajta sigurimin, atëherë pagun sigurimin edhe e sjell mallin tek vendi vet, tek populli vet, në mënyrë që pastaj njerëzit me pas mallra të bollshëm, halal, të pastër, të ndershëm e kështu me radhë. Këto ishin çështjet kryesore që ndërlidhen me sigurimin, edhe pse ka çka të flitet shumë, sepse po thuaj se her pas here dolin forma të ndryshme të sigurimit, mirë po mjafton ajo që e përmendëm, forma përmbajtja e sigurimit, pastaj qasja e dy palëve në sigurim dhe dispozita sheriatike të cilën e përmendëm për sigurimin, me kaq po e përfundojmë këtë emision, shihemi në emisionin e radhës.